Por e vërteta është, Bibla flet shumë për paran. Flet më shumë se sa për qiellin dhe për ferrin. Çfarë the? Është vërtet. Është vërtet. Po lexoj një thënie të Dave Ramsey. Dave Ramsey është si guru kur vjen puna, është i papam kur vjen puna te financat, Bibla dhe këto gjërat, edhe ai thotë kështu. Paraja nuk të bën të lumtur, thjesht zmadhon atë që je. How? Se kisha dëgjuar kështu. Është, shiko, ideja që thot ai është, shiko, kjo ideja që kur të kem para do jem më i lumtur, kur të kem para do jem më bujar, kur të kem para do jem kështu, kur të kem para, nuk qenë nga e vërtet. Nuk qenë nga e vërtet. Thjesht paraja zmadhon atë që je. Nëse ti je bujar sot, me aq sa ke, e do kesh më shumë, e di çfarë do ndodhi? Do jesh më shumë bujar. Nëse ti je për gjirokastre sot, edhe e kurnat sot me atë që ke, po gjithë që të ndodh kur të kesh më shumë. Të shtë më shumë. Të shtë dorë më shumë, edhe është thonë që leku e prishi filanin, por si pas këti botit, thjesht, a i prish ka qenë. Thjesht s'ka pas mundësi. Ta shi që i erdhë mundësit, po hallakatet. A i së shi i kishte lekët, por mendjen, aty e kishte të ato gjëra që i bie. Paraja s'madhon atë që kemi brënda. Edhe sa mirë uroj që Zoti do ju bekoj do keni bollëk në financat tuaja, por sa mirë që shkrimi na jep udhëzime që nëse kemi pak, nëse kemi shumë, apo kemi përtej shumës, le të shohim edhe ta bazojmë këto gjëra, parimet e Biblës në jetën tonë përditshme, edhe në lidhje me lekun. Sepse shiko, një tjetër ka thënë, paraja është mjet shumë i mirë, por është zot shumë i keq. Është pronar shumë i keq, që i bie, nëse e mban si mjet, është mjet fantastik. Por nëse e ve si zot, si pronar që ti bën çdo gjë, vetëm të fitosh para, të vë poshtë, të zgarravit, të mëson të gënjesh, të mëson të korruptosh, të mëson të mashtrosh.